طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libërti I Sheikh Bin Bazit rahimallahu taala. Allah më shëroft. Në dersin e kaluar kemi folur për abdestin, për prishësit e abdestit. Sonte do të flasim tek mësimi 16 jemi edukimi me edukat islame. Cilat janë ato pikat e edukatës islame? I potencon Sheikhu rahimallahu taala disa pika në mënyrë të shkurtë. Thot e para është, apo edukata e parë që muslimani duhet me bo është selami, apo? Më thonë muslimanit jep selam. Momentin një person ka pas rast, ka hite pejgamberi alayhis salam, ka qenë Muhamedi alayhis salam, me një mejlis apo në xhami, ku do qoftë, edhe ka thonë selamu alejkum. Thot 10 mira I ka fitu. Vjen tjetri thot selamu alejkum wa rahmetullah, thot 20. Vjen tjetri pas këtyre dëve, thot selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu, 30 mira. Para menoni vllazni, sa selamet I jep gjatë ditës, apo sa selame I kthen, sa sevapet I merr. Dhe selami I dhën I pari është sunnet, kthimi është pastaj wajib. Kthimi pastaj është wajib. Tash nëse të vjen dikush edhe thot selamu alejkum, sunneti është mi akthi wa alejkum selam. Vajibi realisht është wa alejkum selam. Mirë po, wa rahmetullah nëse e thu, atëherë ki sunnet. Nëse vjen dikush edhe thot Assalamu alaikum wa rahmetullah, atëherë ki obligim me thonë wa alaikum salam wa rahmetullah wa barakatuhu e ki sunet. Bukur, nëse të thotë assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, qësh du të mi thonë? Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu sunet, wa makfiratuhu në fund, wajib, e dyta është sunnet një shtes kimi abo u e makfiretu. Mirë po, fillimi me makfiretu nuk lejohet, se s'ka argument. Thënë, disa I dëgjan, salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu, u e makfiretu, kjo nuk lejohet. Derin barakatuhu, du të me thonë. Ma shumë më nuk lejohet. Mja këthy po, ja këthen me u e makfiretu. Sheikh Albani thot, këthi ap fillimi I selamit derin në makfiretu është bidat dhe nuk ka argument. Kjo ishte sa I përket selamit, që po ashtu edhe adabet e selamit apo edukata e selamit ka lloje të ndryshme, për shembull grupi I vogël I jep grupit më të madh, apo është për shembull një person necje dhe një person që është ulur, ky person që është ecje I jep këtij që është ulur, e kështu me radhë janë këto edukatat e selamit. Në dy e kemi dashamirësin. Muslimani duhet të jetë dashamirës ndaj muslimanëve të tjerë, sidomos ndaj muslimanëve. Normalisht duhet jetë I but, thirrës I but, me I thirr njerëzit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, edhe ju muslimanët. Mirë po, përveç që muslimani duhet jetë I but ndaj njerëzve, duhet jetë I but dhe dashamirës ndaj kafshëve. A dini rastin asaj gruas që e ka marrë një kafshë, një mac, për shkak të macës që e ka mbyll, ka shku në xhenem. Veç macën e ka mbyll vllazni. Nuk I ka dhënë ushqim. Por e kundërta është me atë personin çka me atë lavirën, çfarë bëri? I dha ujë kafshës prej kpucave të saj. Që kjo u bë sebeb vllazni? Edhe Allahu subhanahu wa taala ja fali gjunahet. Andaj nuk e din në fund, subhanallah, ndoshta e bën një vepër të madhe madhështore, Allahu subhanahu wa taala shkaku I kësaj vepre të madhe madhështore, Allahu subhanahu wa taala t'i fal gjunahet. Nuk e din. Po ashtu pejgamberi alayhis salam çfarë thot? Thot ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Ka pas një rast edhe një person thot unë kur se kum puth fëmin tem. Edhe ja transmeton që të fjalë. Thot ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Shko për qafe fëmin tënd. Po ashtu Muhamedi alayhis salam thot hidhri Allahu azza wa jall thot hadithi kutsi, thot hidhri mëshira ime
e te i kalon hidhrimin tim. E te i kalon hidhrimin tim. Para të arsye kërkoni për Allahut subhanahu wa taala që me na gjyku me mëshirën e tij, jo me drejtsinë e tij. Me po me na gjyku me drejtsinë e tij, na zoro me fitu xhennetin. Kështu që kërkojmë për Allahut subhanahu wa taala me mëshirën e tij me na gjyku. Edhe jo rastësisht gjynoi shkruhet nga melaçja e nanën e majt vetëm një gjyna, nëse ti e bën një shkruhet një. Mirë, po nëse bën sevape, shkruhet nga 10 deri në 700. Kjo është mëshira Allahut subhanahu wa taala. Pastaj i kemi si edukat, e kemi ngrënja me dorën e djathtë. Po i potencojmë këtë gjëra, ndoshta mundi me thonë këto janë të klasës parë. Po na e herë është mirë që mi përkujtu këtë sene. Se na jemi njerëz, insan është prej fjalës arabe nesje haran. Haran, njeriu haran. Para të arsye është mirë mi përkujtu vllaznit. Dhe çfarë është mirë me thonë bismillah. E dini një person, kur Muhamedi a.s. e ka po, duke ngrën me dorën e majt. I shohim na njerëzit, për të duk ma sosjete kështu, apo i thënë turqit, kur shkojnë me për restorane, çfarë bëjnë? Hajnë me dorën e majt. E marrin thikën me dorën e djathtë, apo ku e dione, dhe me dorën e majt hajnë. Pse mu duk tek njerëzit që unë e pak ma i ngritun, apo? Por jo. Sepse hadithi thot, pejgamberi s.a.s. kur e ka pa një person duke ngrën me dorë të majt. Shikoni hadithi rrezikshëm. Thot o filan, e urdhëron Muhamedi a.s. Thot ha me dorën e majt. Ai, jo që s'ka mujt me hongër. Sepse në momentin kur ti nuk mund me hongër, ki probleme, e je sakata, po ku e dione, je arsyetum tek Allahu azza wa jall. Mirë, po kë me vetdije të plot, edhe me mendje madhësi, çfarë pi thot? S'mojena. Po më kallzon ti mu me dorën e djathtë me hongër. A di çka i thot Muhamedi s.a.s? Sepse kjo është kundërshtim direkt i fjalës Muhamedit a.s. Dhe kundërshtimi i fjalës Muhamedit a.s. me mendje madhësi është kufër. Thot mos mundsh. Kështu ja bën Muhamedi s.a.s. Edhe i paralizohet dora. I paralizohet dora. Ka pas raste kur një person hyjëm ka shku me hongër me dorën e majt. Muhamedi a.s. ja ka kap dorën e majt. Thot mos ha, sepse me ty ha shejtani. I pa disa njerëz, hajnë heq edhe nuk ngijnë. Po thuj bismillah vëllaja. Thuj në fillim bismillah, pastaj thuj elhamdulillah në fund. E dyta, thot pirja me dorën e djathtë. Normalisht, edhe pirja, edhe ngrënja duhet jetë me dorën e djathtë, sepse shejtani han dhe pin me dorën e majt. Dhe ti i jep ushqim, dhe ti i jep pije, kujt po i jep shejtanit. Nëse atë shejtan, atë gjën e ki në trupin tënd që të ka sulmuar, dhe ti këto gjëra nuk i vepron, atëherë ti po i jep ushqim dhe pije ati shejtanit alayhi lane në trupin tënd. Ti duhet me mbyll rrugët atij në çdo aspekt. Futesh në shtëpi, thu bismillah. Futesh në shtëpi, futesh me komën e djathtë. Han, thu bismillah. E përfundon ushqimin, e përfundon pijen, thu elhamdulillah. Dhe ti, kur t'ja ngushton rrethin shejtanit alayhi lane, ai s'ka punë me ty. Ai nuk nalet, porse e ka më të vështirë pastaj me të sulmu. Thënja bismillah në fillim të çdo pune, normalisht. Për shembull, po e zom, nëse çtu ta bën dikush një sihër, një magji. Momentin kur ti thu bismillah, nuk reagon magjia me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye, çdo punë të mirë që e bëne me bismillah për me pas bereqet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thënja elhamdulillah pas çdo pune është e çuditshme apo është mirësi e madhe kur një besimtar fillon me bismillah, po qoftë edhe një glënk uji, thot bismillah dhe në fund thot elhamdulillah. Sa njeriu, sa vende të ndryshme nuk kanë ujë, ti falenderoj Allahun subhanahu wa taala për këtë ujë. Allahun e mbani se më prizan atje, edhe nuk patëm ujë diku 24 orë. Të merr pa ujë.
Vallahi të merr. Se këtë senet piki me ujë. Andaj falenderoj Allahun subhanahu wa taala që ta ka dhënë ujin, mirësi e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Thëni alhamdulillah kur të shtin. Normalisht kur të shtin duhet me falenderu Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur ti thu alhamdulillah, falënderimi ta kon Allahu subhanahu wa taala, ai tjetri ty çfarë duhet me thon? Yerhamukallah. Allahu të mëshiroft. Duhet me thon. Ka pas raste kur dikush nuk ka thonë alhamdulillah, Muhamedi alayhis salam si ka thonë yerhamukallah. Më thonë rëndësishme është që ti të fillosh, të thuash alhamdulillah, të dëgjoj njerëzit, pastaj duhet me thonë yerhamukallah. E mirë, nëse të shtin namaz, a duhet me thonë alhamdulillah? Jo, ka pas sahabi që kanë thonë, më në namaz. Ka qenë namaz, ja ka nis namazit, ka të shtit, ka thonë alhamdulillah, ky tjetri yerhamukallah. Namaz të u konë. Muhamedi alayhis salam e ka ndalu. Sepse nuk lejohet përveç atyre gjërave që janë brenda namazit, e pastaj ja kthen ky që ka thonë alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslih balakum, Allahu të udhëzoft dhe ta rregulloft gjendjen tënde. Në të gjitha këto fjalë ka dhikr ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ka shpërblime tek Allahu subhanahu wa taala. Na kemi gjuna gjatë ditës vllazni. Dhe këto dhikre, këto përmendje të Allahut subhanahu wa taala shkruan dikon. Dhe innal hasanati yudhhibna sayyiat. Me të vërtetë veprat e mira i fshin të këqijat. Do të bëni veprat e mira që Allahu subhanahu wa taala më ofshi të këqijat. Është një hadith i pejgamberit alayhis salam, kur ta bëni një të keqe vllazni, më njëherë çoni edhe bëjeni një vepër të mirë, që Allahu më ofshi veprën e keqe, sepse nuk ka mëkat që Allahu subhanahu wa taala nuk t'i fal. Edukatat e ligjëruara nga ligji islam Kur'an dhe në sunet gjatë hyrjes dhe daljes në xhami, në shtëpi, udhëtim, edukata me prindërit e gjitha, në përgjithësi këto duhet të praktikohen. E dini hadithin e pejgamberit alayhis salam, kur ti qëndron para derës, kur don më fut në shtëpinë tënde, qëndron shejtani së bashku me ty. Po thua bismillah, atër largohet shejtani. Nëse nuk thua bismillah, së bashku me ty, sa ai shejtani alayhi lane e gjen mjet njeriun. Tek njeriu mbështetet për më fut brenda. Dhe ti nëse nuk thu bismillah, ai futet brenda në shtëpi. Para se më fut brenda në shtëpi, thua bismillah, futesh me komën e djathtë, jep selam, ka antar, s'ka antar, jep një selam. Se ka me lajke, ti nuk e din. Jep selam. Futesh brenda, jep ju selam antarve të shtëpis, nuk ka shejtan. Bukur. Nëse nuk e thu bismillahin, futesh brenda në shtëpi, vjen bukat, qitet ushqimi, edhe prap nuk thua bismillah, atër çfarë bëhet? Thot shejtani alayhi lane, unë sot e fitova dhe ushqimin, por edhe fjetjen. Thën, ai do t'jetë tërkohën me ty vllaja. Dhe mos prit pastaj që kemi pas bereqet në shtëpi tonde. Po ku po të ndodhin problemet? Po të ndodhin problemet. Se nuk po i merr shkaqet mbrojtëse. Merr i shkaqet se bepet mbrojtëse, Allahu subhanahu wa taala ka me dhon bereqet në shtëpinë tonde. Don me dal në udhim, bëje duan e udhimit. Bëje duan e udhimit. Edukat me prindërit. E gjitha këto gjëra, shkon në xhami, ka dua të posaçme për xhamin. Nëse gjitha këto i bën, kime pas mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu urimi për të porsalindurin dhe urimi për bereqet për të posamartuarit, ngushëllime në fatkeqësi, normalisht ngushëllimi vllazni, siç bëhet tek ne. Për ata që kanë vdekur, që qilet dera, këto ulemaja kanë thonë është vajtim, dhe vajtimi nuk lejohet në islam. A diçka kanë llogarit? Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka llogarit vajtim nëse antarët e të vdekurit qohen dhe bëjnë ushqim për të tjerët. E kanë llogarit vajtim këta. Sidomos tek ne për shembull që e qelin derën, që e qesin karikën apo të gjitha këto gjëra. Te na ata plesht i din më shumë, ta plesht i din kanë qenë përpara ka 2 muaj dera u konë qelme. 2 muaj ditë u konë dera e qelme, vllazni. I kanë
i kanë lënë gjitha punë, subhanallah. Prej 2 muajve ka rënë 1 muaj, prej 1 muajve ka rënë 2 javë, prej 2 javëve ka rënë 7 ditë. Shumë ka qenë 7 ditë. Pastaj ka qenë 5 ditë. Pastaj u bë 3, në pesh tash nita vesh 1 ditë. Ngushëllimi me qel derën është vajtim. Po e ngushllon, e thirr në telefon apo e takon rrugës, nuk ka problem. Ose antart, fisi jo, e antart, domethënë të familjes, halla, tezja, daja, ku e dione, vinë të ngushëllojnë në shtëpi, nuk ka problem. Mirë po, me qel derën kështu, ulemaja kanë llogarit si vajtim vllazni. Bile prej sunetit është të tjerët mi që ushqim familjarve. Sa i ka halka, i ka vdek baba, nona, fëmia. Mu qut ashaj me qitë ushqim për tyja? Ti duhet me qitë ushqim. Që ky sunet është i praktikum tek ne. Për shembull, ka doslarë vinë dhe bëjnë ushqime dhe ja u çojnë, domethënë, familjarëve të cilët i ka vdekur dikush prej shtëpisë, dhe kjo është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe edukatat e tjera islame gjatë veshjes, zhveshjes së rrobave, sandalleve, kpuceve, gjitha këtyre gjërave kemi, domethënë, edukata rreth këtyre gjërave. Pika tjetër është mësimi 17, ruajtja dhe paralajmërimi prej shirkut dhe kundërshtimit të Allahut, si për shembull. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar për gjunat e mëdha, vllazni. Largoni prej 7 gjërave shkatrimtare. Shkatrimtare i ka thujt. Nuk do me thonë që jashtë 7 këtyre gjërave mëkateve s'ka mëkate të mëdha. Ka edhe jashtë këtyre 7 mëkateve. Mirë po, këto i ka potencuar në mënyrë decisive. Në një ka thonë shirku billah. Ti bësh ortak Allahut subhanahu wa taala. Për shirkun në derset e kaluara i kemi trajtuar derset. Shirku i madh, shirku i vogël, kur të nxjerr për islamit, kur nuk nxjerr, këto i kemi trajtu. Ata që dojnë mju kthy, i kemi ligjëratat YouTube, edhe le ti kthehen dhe le ti dëgjojnë me vëmendje, me i kuptu çka është shirku i madh dhe çka është shirku i vogël. Dhe shumë është më rëndësi kjo, sepse ti bën vepra të mëdha, nëse bën shirk, të fshihen veprat e mira. Të fshihen. Sepse kjo i bie që ti temelin po e rënon. Kur temelin e rënon, bin stubat, bin shtyllat, bjer kulmi, dhe nuk qëndron shtëpia mbi temelet e rënuara. Andaj, mësoni njerëzit se çka është shirku, sidomos shirku i madh që e nxjerr njeriu nga feja. E dyta është magjia apo sihri. Sidomos sihri që bëhet me gjinët shejatin, që bëjnë marrëveshje me ta për të ndihmuar sihirbazët edhe mi prish njerëzit. Shkon të sihirbazi njeriu, kur shkon muslimani ja qet Kur'anin aty përpara, thotë unë me Kur'an po shnoshi. Vjen katoliki e hek Kur'anin e qet kryqin. Çfarë do njeri që vjen, ai veç thotë unë me këto jam. Ai person i cili mbështetet në gjinët shejatin, ky person del prej fesë. A e dini se për mi bo ato magjit e tyre sihirbazët e shkelin Kur'anin? A e dini që sihirbazët ka raste i marrin fletat e Kur'anit vllazni, i vendosin në kom dhe shkojnë në WC? Ti nuk i shekto, nuk i dinte, nuk i ke pa. Ata që i kanë zonë autoritetet arabe, dhe më thonë vendet arabe, që i kanë zonë sihirbazët i kanë pa që i bëjnë të sene. Pse? Vetëm me bo kufër në Allahun që shejtani minimu ma shumë. Se shejtani nuk nimon ndryshe. Të du të me dalë për fesë njëherë. E pastaj, më bo palë me to, kundër te, dhe ata pastaj vihen në shërbimin tënd. E te, për që njerëzit mu shëru të këta persona, nuk jetu e dit. Ja po kjo pedin. Po e din të kalumën, normalisht, a i bashkëpunon me shejtan. Se cili e ka shejtanën e vetë, gjinin për cjell, që i lajmëron gjinëve të ati, edhe ku të shkon të ati, e thot, e pate qëta, thot, ku pe den, kjo njeri më rrim koka. Mileti që shto pe hanë forën, mileti o si delet, mësoni njerëzit, mës me shku të sihirbazët. Një prej çështjeve që ju e merrni vesh që o sihirbaz, pyetja parë që ta bën, të thot emnin e nonës, emnin e babës, bjema një tish.
Nëse i ka çdo cilësi, dini që ky person është sirbas dhe largohuni prej tij. E treta, vrasja e njeriu të cilën e ka ndaluar Allah për vetëse me të drejtë, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, me vrani njeriu vllazni me pa të drejtë, është më e rëndë tek Allahu se sa me rënu qabën. Subhanallah. Këtë musliman drejton qabe. Me vrani njeri një musliman, është më e rëndë tek Allahu se sa me e prish qabën. Dhe gjykimet e para në ditën e gjykimit, çka janë? Janë gjaqet. Njerëzit që i kanë bërë padrejti, njerëzit tu i vrojnë njëri tjetrin. A vrojnë musliman grupe që vrojnë? Rastin më konkret e kemi pasur në Siri për shembull. Ky u kon këtë grup, ky tjetri këtë grup, ka luftu muslimanët e dy grupe, i kanë vrarë në emër të fesë. Andaj çështja e vrasjes muslimanit është çështje shumë e rrezikshme. Thot Allah në Kur'an, kushdo që e vret një besimtar me qëllim, ai do të shkon khaliden fiha, do të shkon përgjithmonë në xhenem. Khaliden, khulud, dietarët e kanë komentuar, kanë thonë që shumë gjatë ka në xhenem ai person që e vret një besimtar. Por se do të del një ditë se ka tauhidin, është musliman. Po atë shumë do të qëndrojë është fjala. Andaj keni kujdes me ja drejtu armën vllaut tant, musliman. Nuk e ka leju Muhamedi alayhi salatu wassalam me armë kur të hin në xhami, armën poshtë me vendos kështu. Mos më ja drejtu muslimanit, veç më ja drejtu nuk lejohet, jo me vra, po më ja drejtu s'lejohet. E lërë me vrati muslimanin, sot gjaku është bo si lumi. Heq, vrasin njerëz pas një problem. Si kur ti dinin këto hadithe, do të ndalnin nga këto krime që i bëjnë. Po përderisa nuk ka ligje, si pas fesë Allahut subhanahu wa taala, kush je ti më ja marr shpirtin njeriu? Kush je ti? Ndërsa shariati, me pas shariat ligje islame, atër shteti e merr përmirësi për kushdo që vret njeri pa të drejtë, shteti e ekzekuton me gjykatat e tia. Mirë po jo në mënyrë individuale, muqu, ka thonë Ergini, kështu që duhet mu vra personi që vret, por se shteti këto i merr këto punë. Nëse nuk i bën shteti, ti ki me fol, veç ki me kallëzu, që kjo është çështot, po jo ti me marr ligjin në dorë, kjo quhet vetgjyqësi. Kjo quhet vetgjyqësi dhe vetgjyqësia në Islam nuk lejohet. Vetgjyqësia nuk lejohet sepse kish më bë kërdi pastaj mes të muslimanëve. Këtë kishim thonë, çu ky ka bëu zina, çu ky ka vrarë filonin, këti duhet më ja prej dorën, kush je ti? Më thon këto gjëra i kryen shteti. S'ka shtet shariatik, zbret nga ajo çështja ku thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, kushdo që e sheh një të keqe, nëse nuk mundet, le ta ndaloj me dorë, nëse nuk mundet me gjuhë, na me gjuhë jemi duke e bërë vetëse. Pika 4 është ngrënia e kamatës prej gjinohave të mëdhaja që i ka kap muslimant. Fatkeqësisht i ka kap edhe besimtarët. Bile i ka kap edhe hoxhallarët. Ka edhe hoxhallar që mirën me kamat. Po kjo fatkeqësisht është edhe me fetva. Kjo është më e rrezikshme pastaj. Se me thonë Allah më fal, ku min kamat këtë në rregull, ama me fetva me bë, kjo është më e rrezikshme. Se kjo pastaj po e ligjëson ato. Po e ligjëson, kamata vllazni, a e dini gjunoj më i vogël i kamatës, a dini çka është? Tek Allah është sikur me bo zina me nënën tënde. Ç'kjo është kamata, gjunoj më i vogël, pjesa më e vogël e kamatës. Sikur me bo, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur me bo zina me nënën tënde. Allah subhanahu wa taala e shkatron pasunin me kamat. E shkatron. Tu bereqeti. Ti po merr me kamat, po ku e din nesër ti a qëndron në qatë punë vllaja. Se ti e në luft, i ke shpall luft Allahut azza wa jall. Tekstet fetare, çfarë thon? Shariatike, momentin kur ti merr kamat, ti ke shpall luft Allahut azza wa jall. A thua vallë nëse ti shpall luft Allah, qa? Kush ka me fitu? As mëse që menën. Kështu që bën dua tek Allah subhanahu wa taala dhe mos u fut në kamat, sepse kamata është shumë e rrezikshme dhe e shkatron pasurinë, sjell belon shpe dhe të gjitha gjërat e këqija ti sjell. Ngrënia e pasurisë së jetimit e ka përmend Muhamedi alayhi salatu wassalam si një prej gjërave shkatrimtare, gjunave shkatrimtare, gjunave të mëdha. I vdes prindi, i vdes baba, e merr axha, kishe
përgjegjësinë dhe ja merr fëmijës jetim parat. Ja merr fëmijës jetim parat. E shfrytëzon, apo? Edhe Muhamedi a.s. thot, ngrënja e pasurisë së jetimit është prej gjërave shkatrimtare, dezertimi në luftë. Edhe kjo është prej gjunave të mëdha. Muslimanët kanë dalë në betejë. Edhe përballë kanë armikun. Edhe ti prej tutës, po ikish dhe pilen musliman me një përballë armiqve të Allahut subhanahu wa taala, ti po del dhe po ik. Kjo është prej gjunave të mëdha. Nëse ata kanë dalë me mbrojt fjalën la ilaha illallah, apo me mbrojt edhe vendin që aty ki me qëndru. Po, për një strategji ushtarake, luftarake, mu kthy për mu përforcu, kjo nuk është ikje. Po flasim me ik tamam. Me ik prej betejës është prej gjunave shumë të mëdha. Dhe fundit thot akuza kundër grave të ndershme, besimtare të pafajshme. Shumë i shohim na. E sheni motër, e sheni grua, qoftë në internet, qoftë jashtë, fal shprehje, thot kjo është rrëspi. Ku bedin dhe Allah? Ku bedin? Tregoj një vllon prizren që kanë dalë shtu me shkip libra për fe, tha shumica tha që kanë orë me marë libra, edhe i kemi pyet, gati gjysmë lakuriq. Tu thonë 5 vaktin e falim. E ti që i thu falë shpreje, fjale rond, rëspi kësaj, qësh po i thu? A ki dëshmitar? A e din që në kone pejgamberit a.s. Një gru të një shtëpije, një gruas, kanë hi mashkujt edhe kanë dalë, të huj. Se cili prej nesh, kish me thonë, që kjo të bozina, apo? Mirë po Muhamedi a.s. Po nuk ka thonë Muhamedi a.s. Kanë ardhur të Omeri radiallahu anhu, 4 persona, 3 persona kanë dëshmu që filani ka bozina, i 4 ju kanë dëshim i ka rrej. A përshë sa që është i rrezikshme? E ti që e ngritë zonën dhe thu filoni ka bozina. A e ki pa? A e din që ja prish jetën të ati personi? Se që është e ndishme, është që është e zinos. Nuk është hajgore. Ja prish familjen, ja prish rrathin, imazhin, këtë salet ja prish. Allahu ka mu marrë me ty. Nëse ti shpif dhe një personi. Edhe a di që është puna e dëshmis, me po organ që futet tamam sikur shpata në këllëfin e vetë qashtu duhet me dëshmu, me sytë e tu me pa, edhe pastaj me thonë e kum pa. Ose burin dhe i grus me dëshmu, edhe me bobe. Qush po dëshman te? Pastaj edhe një çështje tjetër është. A e dini rastin e Aishës radiallahu anha? Çfarë ka bë munafikat? Kur mbet Aisha, edhe shkoi karvani, edhe a di çfarë tha? Nuk tha Aisha ka bo zina vllazni. Tha e pash Aishën dhe filonin. Qërë munafikat. Në pamjen e jashtme, me bu me qitë ato në gjykat, për shembull, a ka rrajt diçka kjo? S'ka rrajt. E pash filonin me filonin. Edhe pastaj është për hap, Aisha është, Allahu na rujt, zinaçare. A e din se çfarë tmerri ka përjetu Aisha radiallahu anha, sa ditë ka kajt për shpifjen që e kanë bu për zina? Subhanallah. Deri sa ka zbrit ajeti kuranor. Mas zbritjes ajetit kuranor, nëse qosh edhe shpif ndaj Aishës, ti del për fis. Sa Allah e ka pastru. Nuk lejohet si pas fes, nëse njonin gjahiljet, njoni prej vllaznive, ka bo gjunohet mdhaja, edhe o pendu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka bo gjunohet mdhaja, o pendu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndoshta ka kaj të qumë pjesën e 3 natës, ja, falem për këtë mëkat që e kom bo. Më quta shti, për me dosh me nënçmu ato, pëse s'po të shkon si pas kokës tonde, logikës tonde, Allahu subhanahu wa ta'ala s'ta merë shpirtin pa të sprovu me qatë gjuna ty. A disa rrezikshme o kja. Kjo është për ato që ka bu gjuna. Po qësh është lafi për ato që s'ka boj shpif?
Por ato që ka bo gjuna, Allahu zëvëgjel tek Allahu është shumë e rëndë, sepse ti po e shpalos një gjuna që ajo është pendu, ka kojt para Allahu subhanahu wa ta'ala, me ditë të tëra, ti pja shpalos, Allahu ja ka mbulu, Allahu zëvëgjel nuk ta merr shpirtin pa të sprovu ty. Kjo është e përhapur te mesi muslimanëve. Pse? Kur ta sheh për shembull një person që është i devotshëm, për me dasht me ul, ka pas një të kalume, për shembull 5-16 vjeç, ku e diu ne, o dëzu von, apo edhe tash për me dash me nënçmu, ja përmend disa prej mëkateve të kaluara që i ka pas. Nëse kthesh ndoshta ai personi që akuzon mazi, ndoshta ka qenë. Po çka është llofi i shpifjes? Subhanallah. Nëse e bën është çështja e rëndë, e lemo me shpif. Andaj keni kujdes te shpifja. Keni kujdes te shpifja sepse ju kthehet mbrapsht. Ju kthehet mbrapsht dhe çështja është shumë e rrezikshme. Pastaj kemi këto ishin me një hadith që quhet 7 gjëra shkatrimtare. Pastaj kemi mos respektimin e prindërve me një hadith tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala në parajete kuranore, me njëherë pas respektimin ndaj Allahut, apo pas adhurimit, apo mos bërjes shirk Allahut subhanahu wa ta'ala, për njëherë ka rendit mos respektimin e prindërve. Për njëherë. Po hoq, baba është kafir, o hoq, po baba peshan fin, o hoq, baba so kërkon. A një shaka që s'to kërkon, baba ki. Çështjet fetare nuk e ngan. Çështjet e dynjas e ngan edhe u kripuna. Ti nuk je obligueshëm me dhun ato me fut në fe. Muhamedi alayhis salam, baba i ti nuk ishte musliman, nona e ti nuk ishte muslimane, çfarë më votash? Pejgamberi i Allahut. Ka kërku dua, mëshire, se kalon Allahu azza wa jall. Çfarë kalon? E kalon me vizitu. Po jo dua mëshire. A disa rëndësh për pejgamberin e Allahut. Nuk je i vetmi. Ama sillu mirë me babën dhe me nonën tënde. Sillu mirë me babën dhe me nonën tënde. Dhe ti atë ekzekutimin e ligjit, po themi kushtimisht, e ki ndaj fëmijës tonë dhe gruas tonë, jo ndaj babës. Djalit tonë cigaren ja ikish pigojës, babës tonë zguzesh me ja ik pigojës. Sune ja ikish. Nuk e ki këtë përgjithësi. Përgjithësia jote ndaj prindit është, mi thonë, o babë që ke haram bre, leje qëto nëse ki mundësi. A fëmijës tonë ditush heke. Se i ki malet të fëmija. Se i ki pushtet. Andaj duhet me pas kujdes, respektimin e prindërve. Allah në Kur'an ka thonë, as of zbën mi thonë prindit. As of. As më spja këty fjallën. Disa prej ulemave kanë trajtuar edhe çështjen e edukatës ndaj babës, kur mos me hongër buk para babës. Me anis baba më spari. Mos pishtri komt para babës. E merr për shembull nusën babën, nonën në kerr, përpara jep përparësi babës, nonës në karrigën e parë, e vendos gruan mbrapa e çet. Këto janë edukatat ndaj prindërve. Pastaj thot, ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Kushdo që i ndërpret lidhjet farefisnore, këputësi lidhjeve farefisnore nuk shkon në xhennet, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ai s'po vjen, po ç'kjo pikërisht është. Ai s'po vjen ti me vazhdu. Se kur të vjen ai ti shkon, s'është problem. Ai s'po vjen ti shko, ai s'po vjen ti shko, ai të shon ti prap shko. Spoku ulemae kanë thonë, me një SMS apo me një shkrim WhatsApp ja çon, apo në rrjetet sociale ja çon dhe i thu selam aleikum, qysh ja je mirë, mos mi ndërprej lidhjet farefisnore, na si besimtar vllazni. Keni kujdes te lidhjet farefisnore, sepse këputësi lidhjeve farefisnore nuk hyn xhennet, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është hajgare kjo punë. Çështja tjetër është dëshmia e rreme, apo me rajt apo me gënim. Paramendo subhanallah, me shkutin gjykat, edhe me rajt, edhe me thonë filoni e ka bo edhe ai mi marr 20 burg. Paramendo. A nuk tu të shqe që vllai jem mu quajnë pjesë në tretë natës me bo dua? A nuk tu të shqe? A nuk tu të shti që nuk ka perde tek Allah mi quaj durt nalt? Ja rab, më ka bo pa drejtësi, ktheja. A din që s'ka perde? Perde nuk ka. Tek Allah, ai që i bën zullum dikujt, nëse ti i ngrit durt, perde s'ka tek Allah azza wa jall. Ajo dua të pranohet me njëherë. A e din që mundet me të bo qaj
Apo një non besimtare, një plak baba i ti, me bo dua për zullumqarin që ja ka bo ndaj fëmijës vet, mi qu durt, tu kojt tek Allahu, Allah ta the qafën Zoti. Allahu na rujt. Dëshmia e rreme nuk o burni lëk. Dëshmia e rreme gënjeshtari e hu burni lëkun. Njëherë me bo me zonë të rrejt. A e dini që në mesin djetartë ka pas raste të transmetuesit e hadithit, nëse njëherë e kanë vërtetu që filon thirrsi, hoxha, djetari, një njëri, apo ko e di une, e ka një hadith, ka transmetu hadithe, njëherë e kanë zonë të rrejt, kur më nuk ja kanë pranu hadithin. Sa i njëherë është zonë, sa hera i ka rrejt më herët. Si tek çështja e hajnit që e kanë qu tek Omir radiallahu anhu, thot hera parë, ti shkon hera parë, Allah s'ta kish marrë ftyrën me herë të parë. Kjo që tash na po t'zojmë ty. E tjetri ka thonë, kaderi Allah, caktimi Allah, tani dhe caktimi Allah dhe me ta prej dorën. Caktimi, ti pjatri bon caktimit, të dhone pjatri bon caktimin, hajde. Betimet e rreme, edhe kjo, betimet e rreme zakonisht i kemi të tregtarët. Pasha zotin, se çfarë malli komune, a ki po, hu bereqeti me njerë. Si të bëm be në artikujt e tu që i shet dhe rren, atër dije se ka me tu bereqeti. S'ki nevoj me bo be për gjithë sen. Për çka po bën be? Allah i ka potencu këta njerë që bëjnë të në kohën be si cilësit munafikave. Vallaj, bilaj, pasha Allah. A ki po disa që shjen? Mos ja merë be në këtynve. Këta kanë veç pi gojës. Veç goj. Më thonë, kjo çështje nuk lejo. Dëmtimi i fqinjit, normalisht, sepse është një rast pejgamberi alayhi salam një jahudi, çdo ditë ja ka qitë mbeturinat para derës, Muhamedit alayhi salam. Çdo ditë. Pja qetë mbeturinat ky pihek. Pja qetë mbeturinat ky pihek. Me ditë të tëra. Një ditë s'ja ka qitë. A i shkon smut, se ka qitë. Ka shku Muhamedi alayhi salam me vizitu me që shka puna votat. Para mëna. E ka pranu islamin. Ka pranu islamin. Sa që Gjibrili më thoshte, ka thonë Resuli a.s. Atë shumë tha për fqinjin, më ka këshillu dhe më ka urdhnu, sa që me ndova, tha, ka me futë në trashëgimin teme, fqinjin. Si kur fëmin tem, ka me bo me një aspekt, mi dhonë diçka unë i për trashëgimis pasuris time. Fqinji lunë rol shumë. E sidomos komshia, kojshia i mirë, lunë rol shumë. Dhe është përmend hadith pejgamberit alayhi salam, gruaja e mirë, kojshia e mirë, makina e mirë, shtëpia e mirë, krejt to janë përmend. Se vallai më kon kojshia i keq fart ta bën shtëpinë. Duhet me lon, me dal prej asaj shtëpie për shkak të kojshisë keq. Kur ta ki kojshinë e mirë, është kënaqësi e jetës tonde. Padrejtia ndaj njerëzve në gjak, në pasuri dhe në derë, pak a shumë i trajtuam. Pive dekse të luajturit e kumorit, bigjozit, normalisht, nona e të gjitha të këqijave, kush është? Është alkoholi. Është alkoholi. Ka pas një rast nga israeliatët, e një femën e merë një mashkull dhe fut me një vend të mbyllt. Edhe i thot, jashtë këtyre 3 gjërave, brenda këtyre 3 gjërave, diçka ti ke me bo me mu. Nëse nuk i ban, unë e piskas, unë e lajmëroj, ko e di, unë do në me shtin gjëna. Thot, ose thot, ki me pi alkohol, ose thot, ki me bo zina me mu, ose thot e treta, ki me mbyt. Edhe shejtani, krejtë nga kishton, që ke alkoholit është pak ma gjunaj ma i vogël. Me bo zina u gjuna ma i madhë se sa alkoholi. Me mbyt, normalisht o gjuna hala ma i madhë. Thot po pi alkohol. E pin alkoholin, mendja ik, fillon zina, në fund për me mbuluhat zinane dhe evrat. I bën gjitha gjunat. Shtrot tash një pyetje vllazni. Nëse ti me vidjet, plus zakonisht me vidje plot ti e pin alkoholin, edhe pas alkoholit, kur ti e hum vetdijen, i bën gjitha gjunahet e mundshme. A e ki gjunojnë veç për alkohol, apo edhe për ato tjera të adnan? Veç të për para për që adnan. Po jo, thuj. Të nëzori për statës, profesori. Qa për thani? A ka gjunojnë
Veç për alkohol, apo për krejt edhe ato mas alkoholit? Për krejt. Bravo. Pse e ka për krejt? Sa i me vetdije ka pi alkohol. Nëse pa vetdije, diçka tjetër. Ai me vetdije ka hinë gjuna. Krejt ato gjërat që i bën, krejt e merr gjunojnë me lenë Allah subhanahu wa taala. A e din që alkoholi ta hub vetdijen, mundesh me bëu zina me motrën tonë, me nonën tonë, me familjarët e tu. Se s'ki. Hub koka. Pejgamberi sa ka thonë, kushdo që i beson Allah dhe ditës së gjykimit, mos tulet me një tavolin ku pijet alkoholi. Mos tulet me një tavolin. Shehu Uthemini thot, çdo mëkat që bëhet, s'kam nevojë mi përmend këtë mëkatet që bëhen, çdo mëkat që bëhet brenda tavolinës tonë që aty ku je, hin me çet hadith. Kush hin? Alkoholi, cigaria, droga, këtë gjuna që hin, krejt hin të ky hadith. A më thonë, pse? Sepse je pjesëmarrës në haram. Dhe kur vjen dënimi, vllazni, mos harroni, nuk e kap veç mëkatarin, po ata që janë prezent, i kap krejt. I kap krejt. Nuk e kap veç personin. E dini rastin kur para kiametit kanë me ardhë jo muslimant, kanë mi kap muslimant, zbashku për mi luftu, për me prish qabën, apo për mi luftu muslimant, dhe Allah subhanahu wa ta'ala ja u shafit tokën, prej shenjave të kiametit, ja u shafit tokën. Dhe në këtë shafitje të tokës si dënim, edhe muslimani ka me hongër aty. Ta shtrujt pyte, që ka faj muslimani? Pse është brenda gjunahçarëve. Po Aisha i thë radiallahu anha, ja Rasulallah, po që do të bëhet me besimtarët, me muslimant? Sepse kur jo muslimant të vinë dhe pushtojnë një vend musliman, kanë mi marrë me dhunë ata që mi u ndihmu ushtrisë pa besimtarëve. S'kan çka me bëj, s'kan ku me ikë. Mirë po dënimi kur vjen e kap edhe të mirin, nëse e keqja përhapet më shumë. Dhe ka mu shafit toka. I thot Aisha, ja Rasulallah, çka është puna aty besimtarët, s'kan pas fajin kënd dhënum. Thot secili ringjallët me njetën e vet. Ata ringjallën duke qenë si besimtar inshallah taala, mirë po në këtë botë vllazni, nëse përhapet një gjuna dhe e mund të mirën gjunoj, edhe të mirë të hajnë. Edhe na të mirë të hajnë. Përkundër asaj që mojmë derë se sa në këtë diune, mirë po nëse përhapet e keqja më shumë se sa e mirja, edhe na hajnë mirë po, shpresojmë tek Allah që do të dalim fitimtar ditën e gjykimit, që s'paku kemi folë kundër të keqës. Apo? Dhe për ta është dënim këtë botë dhe në botën tjetër. Përgojimi, thashë thëmet e të tjera të cilat i kanë ndaluar Allah dhe i dërguar i tij, normalisht përgojimi është bile përgojuesi është më i rrezikshëm dhe më i keq se sa sirbozi, se çka bën përgojuesi vllazni është tmerr. Prish familjar, prish fise, fut në gjakder dhe njerëz përgojuesi. Merë një fjalë të kë, shko qitë të aj, shpif, apo ku e dione, thot sahabiu, thot, ja Rasulallah, po nëse e thom të vërtetën, po thot, nëse e thu të vërtetën, o përgojim, se nëse nuk e thu të vërtetën, atë e ki shpif, thot. Në më thonë, nëse e thu të vërtetën, që se konë qefaj, ti ja qetë në shesh, apo, që s'ki dobi, o vllazni, se cili le ta qetë dorën tek zemra e vetë dhe le ta kontrollon veten. Se cili prej nesh e një vetën e vetë. Unë detoje bre një, në detoje një. Sa është i devotshëm, sa është i mirë, sa është përgojus, sa është gjunaqtar, sa është vepërmir. Kërret e njohim vetë veten. Le ta qetë dorën tek zemra e vetë. Edhe pastaj le të gjykan. Andaj përgojimi, vllazni, i prish njerëzit. Ndërsa në hadith të pejgamberit alayhi salam, përkundër asaj që rrenën e ka konsideru prej gjunave të mëdhaja, thot mi ndresh njerëzit, lejohet me rrejt. Subhanallah. Unë nëse me filonin jam keq, mu që kushtrimi, thash edhe mi thonë, bacit. Baci më shanë, unë e shaj bacin. Vjen të baci kushtrimi dhe i thot, o bac, a demër është qëfar fjallë të mira po folë ergini për ty. A une të rëzitu folë për ta.
vjen te unë, a din më rëbot se çfarë fjalë të mira po fol për ty. Ti je i keq. Ki frikë Allahun. Vetëm i bashku fjalët. Mi bashku do më thonë që mos me pas fesat në mesin e muslimanëve. Edhe burri grunë vet, ja blen një saat 5 euro, i thot 100 euro ja kum ble. Nëse tash i këqyrin se i din ku të zinjesh në rran, mas të është keq, o problem. Dhe në takimin e radhës, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse keni ndaj pyetje, atëherë